Mbani pak krip në xhepin tuaj dhe ky truk do t'ju shpëtojë jetën. Shumë njerëz mbajnë me vete një biskot, një karamele apo një pako të vogël të sheqerit. I përdorin si mjete emergjente kryesisht kur ndjejnë se kanë rënje të nivelit të sheqerit në gjak. Por nëse nuk e keni menduar më parë të mbani një pako të vogël krip, tani ka ardhur koha që ju ta bëni. Presioni ullët i gjakut është një problem shëndetësor që shkakton simptoma si marrje mendsh, dobësi, lodhje të vjella, gulqim, vizion të paqartë dhe lëkurë të ftohtë. Kur presioni i gjakut është shumë i ullët, kjo gjendje mund të çojë në rrjedhjen e pamjaftueshme të gjakut në organe të tilla si truri, veshkat apo zemrën. Uji i kripur mund t'ju ndihmojë në këtë rast. Kripa që do të mbani në xhepin tuaj me vete do t'ju vinë në ndihmë. Duhet thjesht që të shtoni rreth një lug çaji krip në një gotë ujë ose në mungesë të gotës në një shishe të vogël për gjysmë me ujë. Pijeni këtë përzierje sapo të ndjeni këto simptoma.